Dhe jemi rikthyer të dashur me pjesa e Lenës, se më nxjerr gjeta veten cilën ka mirja. Kështu lula po më lën, kjo lul para se me nis bisedën me Lenën, po du me falenderu nanën tem që ma ka zbukuru studion me një super lull, veç nanës po shisha anë e ma prej lullës. Lenë, mirë se erdhe. Më kam lu nana, Lenë, tash veç te edhe lullja jeni. Që se ka prua e me të më lu ty, ma ka pru mu të ratë. A ty dhe ratë, që e falenderon. Me ma zbukuru kërgjine. Po e me të vërteti ka dhani jetë shumë. Shumë e bukur edhe për i merë energji shumë të mirë, falenderit shumë. Nana Saratës. Lenë, mirë se erdhe. Ke mungu një javë, na ke mungu shumë, jena ka në unë të njavën. Po prapë s'kom ju plus kena bomanga. abuzu, kena hongër pashnetshëm, se si e ka ti këtu. Po jo, do të mundohemi me qenë kujdes. Shumë në thash edhe ma herët që Lena edhe qoftë një produkt nëse e merë, me atë produkt na tregon shumë benefite, edhe na bën me ndru menën. Pse ja vlen shega me qenë pjesë e trizës tonë? Si shkim ja ndru menjen ke shikuzve tonë tash sot me informacionet që kemi sjellë? E realisht e dim që edhe thuhet, edhe ka emrin kështu edhe gëzon epitetin e mbëtreshës frutave, shega edhe me ngjyrën, edhe me bukurinë kështu elastike që e ka, mos flasim për vlerat ushqyese, më thonë është mbret i frutave të shtatorit. Nëse dim mi shfrytzu mirë vlerat ushqyese të frutave, perimeve, kemi thonë sa herë që në kohën e dur, në momentin e dur, e dim edhe mi rujtëm përgadit ato, kemi mi marë vlerat ushqyese prej tyne. Shega është një ndër frutat që ka vlerat jashtëzakonshme ushqyese, ka veti antioksidante shumë të fortë, i rigjenerojnë qelizat tona, që është qëllimi kryesor edhe i secilit prej neve në momentin që ushqehemi mirë për me ngrit imunitetin. Përveç asaj rregullon edhe nivelin e gjakut, për shkak qarkullimin e gjakut, për shkak që përmban edhe kalium. Dikon edhe në tretje, edhe ka shumë përfitime shëndetësore për shkak të vlerave të saj që i ka. Tu e pas parasysh që është një super frut. Është shumë i domosdoshme mu përdor në këtë periudhë edhe si freskët, po edhe kombinimet edhe recetat e shegës. Atëherë në dashur me e zgjedh një recetë sot, e cila është eliksiri i sezonës, që bën mrekullim imunitet, po edhe të njëjtën kohë në këtë periudhë kemi pas shumë veshin a kanë dëgju teshme, kall, grip, ftohje, edhe një numër shumë i madhi i frekuentime të ambulantave, spitaleve, spitali pediatrisë full. Kështu e këtë rast në këtë moment në mënoj me bo zgjidhje për ftohje, ngritjen edhe për imunitetin në përgjithësi, për parandalim, po dhe të njëjtën kohë për ndihmim të ato raste që veç për momentin kanë jonë smut ose kanë grip, ftohje. Shegen? Falë. Se s'po du më ndëri. Do shta me thonë pare se me fillu recetën, a thuhet që shega po ashtu është edhe për infekcione urinare shumë e mirë? Po, edhe për infekcione urinare, të pas parasysh të vlerave ushqyese që ka, të njëjtën kohë sa i përket të rigjenerimit, dhe më thonë qelizave, rigjeneron të gjitha qelizat, po edhe kjo ngjyra e kuqe që ka, antocianinat që i përmban janë antioksidant qaqë të fuqishëm, njëjtë si kur e kena folë edhe ma herët si domatja, si krejtë, dhe më thonë, të kuqe që i kanë, që ndikojnë te për mirë, dhe më thonë, përgjithësi në sistemin imunitare, në këtë rast ndikojnë shumë mirë edhe tek veshka. Ndërkohë receta që do ta përgatisim rekomandohet edhe për fëmijë edhe për të rritun, edhe nuk ka diçka të cilën... Recetën që përgatisim sot është një recetë që ndikon me mirëmbajtje imunitetit, është mirë mos me ndajt në frigorifer, ma mirë me pas një sirup të tillë ose një smoothie të tillë në frigorifer se sa një sirup. Me pas nevoj me ble sirupin edhe musmu, e kupton. Kjo, zakonisht problemi ma i madh është se nuk e dim ruajtjen e produkteve. Kjo recetë të cilën e përgatit, është që recetë që duhet ta konsumojmë një herë, apo mund ta ruajmë 24 orë për shembull në frigorifer? Jo, muj me ruaj deri në 3 ditë në frigorifer, me qëllim nuk kumbo sasi shumë të madhe, për shkak që muj me pi krejt familja. Tash, kemi një shek, të cilën e kemi kokruja, kemi hek kokrat, e kemi qëru, një limon, gjenxhefil, mjalt edhe ufull mulle.
Jon krejt përbërëse që i kemi ndëgju që xhenxhefili është antiinflamator, e dim efektet e xhenxhefilit, mjalta është antibiotik natyral. Uflla e mollës ndikon tretje, por në momentin që bëhet bashkë me këto, atër është edhe si aditiv natyral për me rujt jetëgjatësinë e produktit edhe normal me rujt vlerat e produktit. Limoni përmban vitamin C, e mos lasim për shegen që veç i tham të gjitha. Ata që kanë problem me tartinën, me lukthin, me... E zvoglojmë sasin. E limonit dhe ufllës, apo? Jo, sasin e sirupit që e përdore. A sirupit që e përdore. E kuptan? Sasin e smoothie që e përdore, e zvoglojmë. Këto kemi me bu një smoothie koncentrume, të cilin kemi me rujt në frigorifer dhe kemi me pi me sasia të vogla. Më thonë nuk mund është me pi komplet sepse është një gotë, më thonë. Po një gotë, po me tret. Me tret me uj. Kjo është nëse kujtohet gjeneratave të ma vjetra, si kur ata longjet e vjetra që kanë qenë trosha, që dash me ble, e u dash me i bo me uj bashk, me i maru. Po, me i maru. Sirupat bashk. Vjen me theksu që muj me pregadit edhe në formë qajit. Me zi, përveç që në këtë ras nëse pregadisim formë qajt, na humbim pak vlerat e vitaminës C që përmban limoni, për me rujt vlerat e vitaminës C, na kemi dasht me pregadit këtë formë. Tash limonin, unë po du me lën komplet, po në rast që ju pengan, për shembull, nuk mujnë me dëru copat e limonit. Për të aciditeti, po mundën me vetëm langun e limonit. Ne qesin limon, po në këtë rast në recet mundet me kana vetëm një gjys limonit. Po sa më shumë limon, aq më shumë vitamin C, ta kemë parasysh. Xhenxhefilin në varet, sa mujnë me toleru, e kemi pastru mirë edhe qes komplet, kështu. 1-2 pjesë në varet, si pas dëshirës. A mund ta teprojmë me përdorim xhenxhefilit, sepse e dim që ka dhe shumë receta që praktikojmë shpe me xhenxhefil, me ujë të ngrad, me i pi për esëll, për më dopsu, për me hu për reksin, për ashtu, për kështu. Besoj që, për shembull, mundet mu tepru në sasi shumë të madhe. Kupton, nuk ka naj dëm. Realisht, për shkak të aciditetit në dëm. A mu për shkak vlerave, jo. Një lug e vogël e kafes, në këtë rast e kemi lugën e mesme, e qesë gjys, u fullmolle vetëm për shkak me rrit efektin e komplet përbërse. Qëndron më gjatë nëse ka dhe ufull, me një fjallë. Po, e për shkak edhe për vlera ushqyse. Pas ke më gëzu, Lena. Lena, do jo më gëzohet. Lena, mas shumë të gëzohet. E kush punon? Gëzohet. Gëzohet. Edhe une që i provoj gëzona. Edhe një gotuj. Okej. Që tash Saranda vazhdo me plurja. Më gëzu Saranda. Tash unë e më pikë paka. Qeku e kam këta. Ja, vazhdaj, Lena, s'po të përzina. Limonin pastaj a edhem? Limonin. Ja kemi. Mjaltën, falë. Mjaltën është si pas dëshirës. Me të mjalta e goja të limonin. Mjalta është si pas dëshirës. Kështë të mendua ja që. Jo. Më fsho është e vërtit linë që shedh dhe folë dhe nin me men, jo. Në mjaltën e kështë shedh. A mund përdorit edhe pa u kullu për ata që se kanë problem shumë
Nëse se kam problem, po për foret e shegës nuk janë përshtatshme për mu pi, o fjalla. Përveç nëse qisi me kefer ose me diçka me përgadit në cita, po janë të pa përshtatshme për mu pi. Edhe nuk besoj që mujnë me toleru. Normal këtë rast gjuna që ja hupin sepse edhe... Po, e rëndësishme është me fitu qatë sirupin që na po dojmë. Qka duhet me theksu që mjalt është mirë ata personat që kanë diabet ose kush dënë për shambull me nxes, me pi, kjo ndikon edhe në tretje, ndikon edhe si detox për dopsim, nuk ishte mjalt. Më thonë, ato smoothie që i kemi preferu gjatë verës me të gjelë bërtat, kjo kish me qenë ideale si detox për me pastru melqin, po normal nuk ishtoj mjalt. Muj me pi për shambull dikon 150 ml, tretun me pjesën tjetër uj, me arrit 500 ml dhe 350 ml uj. Gjdo dit? Po, gjdo dit, afërsisht një mujtë. është një pije detox që të njëjtën kohë ndihmon edhe me rrit imunitetin, po edhe ndihmon me pastru melqin, ndikon tretje. Po, e qartë. Ndërsa asaj përket mjaltës që i kemi këtu, mund të ashton vetëm ata të cilët edhe nuk i durojnë shumë shijet e tarta, por edhe ata të cilët nuk kanë problem me sheqerin, me diabetin, me të cilët mund të rëndojnë situatën edhe më shumë. Mjafton se zguxoj më vënu më shumë se Saranda. Pret pa durem. Veç pak, zështor nuk jam unë 7 zonë. Ti nuk pret. Pse s'pe për të kanë setrin li? S'po bën mo. Familja jonë poshtohet, sa e lumtur jam që poshtohemi. Edhe me zi po pres me arë një bebosh, këtë në studio me na u përzi pak, me na prej këto produkte. Ka me të dhe shumë. S'ka me të dhe shumë. Prita që ka më gëzu që tu, po apet të gëzu. Vala prej të gëzu shumë linë, që si gëzimi. Të jenë ato emocionet mja bu Sarandës gati ma shpejt. Ja, po pres, ne po pres. Në vazhdo t'i gëzohë. Shumë mirë nxjerrim veten na shqiptar, që e derdhëm ujin e derdhëm kafën. Tash që kjo është afërsisht 150 ml. Po kësaj duhet i shtojmë ujë pastaj. E po, kësaj i shtojmë ujë, edhe kjo është ajo sirupi që na. A bën me pi pa ishte ujë? Po mundesh me pi edhe pa ishte ujë, pa problem, po me ishte ujë bëhet më e shishme faktikisht, është më e lehtë si shija. Po. Osa e mirë. Pse me ishte ujë? Për shkak me bu edhe më marrë sasimat madhe të ujit, nëse i shtojmë me ujë e rrisim pijet sasia ma e madhe edhe e longut, këtë ras ndikon edhe të vishkat edhe të hidratimi, që ka vlen me theksu edhe diçka që harova, është që ndikon të i përmirë edhe të lëkura. Për shkak që i rigjeneron edhe qelizat e lëkures. Kështu që nëse e pim një eliksir natural të vjeshtës, kemi me të vërtet shumë benefite shëndetësore, si të bukuria, si të shëndeti i brendshme, si të imuniteti, dhe më thanë përgjësi. Thjesht, ato që e thashtë eliksir, natural i vjeshtës, është me një gotë. Po, ajo që ka përdu me të pytë për fund para se të ndajemi, është shega zakonisht pritesa ma e madhe për me bërë një shegë është njëra se si qërohet. A ka nëjë metodë specifike ma të letë? Nëse po, a mund të asilin për audiencën e familja jonë dhe të faqja me Lenen një dit një video? Realisht nuk ka filozofi, vetëm kitë pjesën lartë e prejnë një që shalqinën që shë prejnë. Ja bën ato vijat si shalqini ku i ka këto bërthamat edhe hapet. Nuk komplikoni mu bo kush dur diri të vrillë. Se që kjo është betesa me madhe për këtë ata thonë shegen ma kona, po shumë për toj me qëru. Dhe me thonë është verzionit që e ndëgjoj mas shpesht i bërnjaj. Shega është një pi fruta që muj me rujtë në frigorifer. Në krasim me disa pri fruta që i hupin vlerat ushqyse ose fruta prime në përgjësi, shega vetëm shka i rritë vlerat ushqyse nëse e rujnë frigorifer, kështu që në këtë rast
e ndojmë një sasi më të madhe dhe nëse zhytëm një herë, kështu që e dim që kemi sigurt në serin frigorifer. Len, faleminderit shumë për këshillat edhe për recetat që na ke ndru goxha shumë shprehit neve dhe audiencës. Faleminderit shumë që po më dëgjoni. Shumë më ndru shprehit edhe kjo është kënaqësia më e madhe për mua. Mësusja Len. Dashur miq, një lëng të tillë që me ka benefite të shumta shëndetësore, që është fruti këtij sezonit ku jemi tani, që gjendet kudo, edhe një çmim shumë të përshtatshëm për buxhetin e ka, edhe që ruhet shumë lehtë në frigorifer dhe mund ta përndroni disa ditë. Është super ideale ta praktikoni çdo 3 ditë, sepse mund ta përdorni për 3 ditët e ardhshme, nëse bëni sasi pak më të madhe. Recetat e Lenës, si kjo dhe shumë të tjera, e gjeni edhe në faqen Me Lenën, në Facebook, në Instagram, në TikTok, po ashtu mund t'i shkruani për të gjitha llojet e dietave, qoftë për të shtuar peshë, qoftë për të humbur peshë. Planet ushqimore i bën të personalizuara varësisht nga organizmi secilit prej juve, prandaj edhe ka shumë të rëndësishme ta kontaktoni direkt. Ndryshe, videot me receta që përgatisim në familja jonë, i gjeni në çdo rrjet social familja jonë, në YouTube, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në web faqe, në frigorifer, kudo mund të na gjeni familja jonë. Faleminderit shumë që jeni gjithmonë me neve. Me gjithë respektin që kemi në çdo diell mundohemi që të sillim materialin nga më të ndryshme në mënyrë që t'jemi sa më afër juve. Ju vazhdoni me qenë miq të familja jonë, vazhdoni me qëndru me Kanal 10. Unë ju përshëndes nga studio jonë. Mirëmbëjtje.